Treneri patet momentet shumë të mira në lojë, madje arritet që të krijonit edhe e përsi mirë, po në fund ra koncentrimin në lojë dhe pësua disfat të thellë. Si e vlerëson përgjithësi paraqitjen e ekipit sot? Përgjithësi tre çerekat e pari na kanë shumë mirë. Kena qëndru shumë mirë me rebound dhe kosha. Pastaj ra koncentrimi pak çerekin e katërt, edhe ishte Dardan Kapiti on fire në fund. Qendra na dha gati 4 tresha dhe ai ishte edhe provum edhe na lirin, edhe ideali ishte për mrekulli. Kështu. Sporti ditë jetë edhe i çuditshëm, edhe pse pësua disfat duke u bazuar te rezultatet ndeshjeve tjera, arrini pozitën e 6 që dërgon në play-off. Sa jeni të kënaqur me këtë ecuri të kampionatit? Po na tash veç morëm vesh lajmi që jena në play-off, na do të punojmë edhe do të vazhdojmë tash na bie me borën, do të japim maksimum për klubit tonë. Faleminderit. Faleminderit të pjevë. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra nga Minatori. Unë ju falenderoj për vëmendjen e ju vazhdoni të qëndroni me kanalet sport të platformës Art Motion. Çdo të mirë.